Fatkeqësisht sot është dita e tretë e protestës. Reflektim ndoshta ka pak, po mjetet nuk kanë dalë në llogari siç prej muajit maj për sektorin privat të fjalë, për trafikun urban dikon 2 muaj ose muaj i tretë tash vjen. Kështu që shprehim keqardhje për rrotarët se sot s'kan transport edhe ditën e tretë. Dhe puna do të vazhdoj atëherë kur mjetet dalin në llogaritë tona dhe i shlyjnë borset tona të naftit dhe pagat ndaj punëtorëve. A keni pas mund të një takim me dikë prej aktorëve? Po kem pas takim edhe me kryetarin dje, kem pas me kryetarin shoqatat me vetë, nuk do me thonë si jem dam për trafikut urban, qëllimi është i përbashkët, koordinim kemi. Po nuk pishohem se është diçka, pishohem fajtor ndoshta dy partë, ose po do më largu prej politike, sepse autorët tonë janë gjitha partive, gjitha kategoritë, kështu që kem respekt njëjtë për gjithë, edhe nuk po do më përzin politikë as pak, i do mjetet tona, me dalë llogaritë tona, me shlyj borset tona, me pagu pagat dhe me fillu punën. Ta që ka reflektim, a mundim na të treguar detajt? Po reflektim ka se nesër u thirr kjo seancë jashtëzakonshme me Kuvendit Asamblesë në komunë, kështu që nëse kalojnë 28 milion, nëse bortën 28 milion 2024 për këtë vit, besoj që kryet. Tash shkojnë ato procedurat, po nuk besoj që vanon. Duhet me pas reflektim edhe qeveria, sepse jem të atim pagues qeverisë, kontratën e kemi me komunë, kështu që e kemë zezë si të vend jashtë politike, por me pas atë efektin. Qëllimi i përbashkët, nuk kemi përsarja, s'kem darje me trafik urban as pak. Jem njëjë. Më po pyetni gazetar. E kemi një ekstra. Me ngjes edhe. Po.